Një pyetje kam për të gjithë ju që më shikoni dhe më dëgjoni në këtë video. Mendohu me dorën në zemër, me ndërgjegje të pastër, te kush prej të dy prindërve ti ngjan në veprimet që ke kryer deri tani në jetën tënde dhe te kush je i përkushtuar. Tek nëna apo tek babai jot. Në qoftë se kërkon ndihmë për t'i gjetur dhe jo vetëm, akoma dhe në qoftë se e ke kuptuar si sillesh, pavarësisht se nëna jote mund të ketë qenë në rolin e viktimës dhe t'i kujtojnë që ke një rol, je e pavarur, po punon, ke rrogën tënde, por nëse je në një martesë, në një lidhje që pavarësisht se nuk të pëlqejnë disa gjëra tek partneri jot, ti nuk mund të largohesh, ose pavarësisht se ke mendime të tjera për të shprehur, ti qëndron që të mos prishet qetësia e familjes dhe ke frikë që të flasësh të vërtetën tënde, se mos prishet çdo gjë ndërmjet jush. Dhe nëse je çun, në të njëjtën kohë shiko me kë je i lidhur, me nënën apo me babain tënd. Te kush nga të dy prindrit je i përkushtuar e përkushtuar. Në këtë përpjekje dhe në zgjidhjen e këtyreve jam këtu të të ndihmoj, jam Erita Cake, trajnere dhe mësuese për zhvillimin personal, për të bërë jetën më të bukur, ndërmjet studimeve të mia dhe përvojës time personal dhe përvojës me njerëz të tjerë. Në këtë përpjekje dhe në këtë ndryshim, jam me ty nëse ti je gati dhe do të jesh dhe të bësh hapin e parë, të kuptosh dhe të kërkosh ndihmë. Çdo gjë ka zgjidhje dhe mos harro që zgjidhja dhe sekreti je ti. Të falenderoj dhe më shkruani nëse vërtet e keni kuptuar ku jeni përkushtuar, ku ju bllokoni jetën tuaj që të mos ja u kaloni prindërve tuaj, të mos bëni diçka ndryshe nga ata, sepse keni ardhur se i mërzisni. Dhe të gjitha këto që flas nuk kanë të bëjnë me personalitetin tuaj, po kanë të bëjnë me ndërgjegjen tuaj, me errësirën tuaj, ajo që duhet ta shikojmë dhe ta nxjerrim në dritë dhe në pa. Ju falenderoj dhe kalofshi bukur.